Një kryevepër e kinematografisë turke, Dashuri e palejuar. Çok şükür. Marshava lezet. Një femër e martuar e gjen veten në një dashuri të ndaluar. Ky është qeratai që dashurohet me një grua xhaxhaj. Xhaxhallesh, qenë luanesh. Mip se mor shejtan. Çfarë bën mor hajvan? Belul, çfarë bën more koktull? Piter, se do na gelesh në der. Një xhaxha që i thyen ndjenja dhe që tani dëshiron të thyej brinjët e nipit. Dashuri e palejuar, së shpejti në Durrës.